nuk synojnë kurfar pjesëmarrje në qeverisje të Kosovës. Alianca është e gatshme me ndihmu në themelimin e institucioneve pa asnjë kusht vetjak. Alianca ka vendosur me dalë me qëndrimet e veta në lidhje me gjithë ato që po ndodhin në Kosovë. Fatkeqësisht po krijohet një ndjenjë që Kosova prapë rrezikon me mbetë për një kohë më të gjatë pa institucione, situatë e cila nuk shkon në favor as të qytetarëve, as të zhvillimit strategjik të shtetit të Kosovës. Gjithçka është peng, gjithçka është bllokuar, tashmë pothuajse për një vit e gjysmë. Në këto rrethana, Alianca duhet me deklaru si vijon, ajo është se ne nuk kemi kurfar kushte vetjake. Asnjë kusht vetjak. Nuk synojmë kurfar pjesëmarrje në qeverisje të Kosovës, në qeverinë e ardhshme. Mirë po, i kemi disa kërkesa të cilat janë jetike në mënyrë që Alianca me kry pjesën e vetë të punës në ndihmë të krijimit të institucioneve. E ato janë si janë. E para, institucionet e reja të Kosovës duhet qartë edhe pa ekuivoke me pranu orientimin strategjik edhe njëherë, me pranu projektin e gasit lëngshëm, gasit amerikan. Me njëherë, ky është jo vetëm projekt energjetik. Ky është projekt strategjik që tregon orientimin shumë afatgjatë të shtetit tonë. Shteti jonë duhet me njëherë me i nisë procedurat e ndërtimit edhe të termocentralit të rimot të ngjell. Duhet me u shfrytzu të ngjellin jonë me njëherë, edhe ato drejtarët mundin me u mbyll shpejt, kështu që duhet shumë shpejt në veprim. Institucionet e reja duhet me njëherë me ngrit pragun e TVSH-s nga 30.000 euro në 100.000 euro. Ka qenë edhe premtimi ynë elektoral edhe sot e përsëris. Një veprim i tillë, i njëhershëm, kish me çliru potencialin e jashtëzakonshëm ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme që në Kosovë janë afër 100.000. Po flasim për 100.000 biznese mikrofamiljare të vogla ose të mesme, të cilat nuk munden me operu për shkak të pragut prej 30.000 euro. Ne kërkojmë që me njëherë, tokat e punume të lirohen nga takimin pronë, me njëherë, t'ju lihet frymëmarrja e bujqve të Kosovës, të lejohen me prodhu edhe të rritet prodhimi bujqësor. Të paktën të lirohen nga takimi edhe të nxitet punimi i tokës. Ne kërkojmë që institucionet e reja me njëherë duhen me i buxhetu si të plota ndërtimin e infrastrukturës jetike në Kosovë, si që është rruga për Gjilan, për Pejnë, për Gjakov, për Mitrovic, për Podojevë. Jëmë të pa buxhetume, nuk ka buxhet. Kjo është arsyeja pse nuk punohet. Ne kërkojmë që në kuadër të infrastrukturës, institucionet e reja me njëherë të zotohen, se për Prishtinën në 5 vitet e ardhshme duhet të ndahen 800 milion deri 1 miliard euro për shkak se Prishtina po bëhet e pajetueshme. Kryeqyteti jonë është i ngulfatur, edhe nuk ka kurfar iniciative për me nxjerr Prishtinën prej kësaj gjendje. Alianca është e gatshme me ndihmu në themelimin e institucioneve pa asnjë kusht vetjak, pa asnjë kërkesë përpos zotimit të pastër që institucionet tona në të ardhmen e afërt me njëherë do të realizojnë këto që unë i sqarova deri më tash. Jemi të gatshëm edhe me bo quorum, por po lypim diçka për qytetarin e Kosovës, jo për vete. Nuk kemi kurfar kushti vetjak. Nuk dojmë as ministra, as zëvendësministra, as ambasadora, as borde, kur gjo.